Kujtesa e shtypur, një ekspozit historike e kushtuar rrugëtimit të shtypit shqiptar në periudhën 1883-1944 është prezantuar në qytetin e Ersekës. Kjo ekspozit vjen në kujdesin e studiuesit Niko Kotherja dhe sjell për publikun fotografi, dokumente, kupona abonimi, zarfe dhe elemente të tjerë autentik që dëshmojnë historinë e shtypit. Studiuesit eksonë rëndësinë e kësaj ekspozite si një mënyrë për të rikthyer në vëmendje vlerat e shtypit të hershëm shqiptar. Shumë qytete kanë dashur që ta shfaqin fillimisht, por unë kam përzgjedhur Ersekën për arsye se një pjesë e rëndësishme e editorëve dhe botuzëve shqiptar, si brenda Shqipërisë ashtu dhe jashtë në periudhën e rilindjes apo të pavarësisë kanë qenë në kolonja. Gjeografia e tyre është e jashtëzakonshme, duke filluar nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë, duke vazhduar në shtetet fqinj, siç mund të jetë Greqia, mund të jetë Serbia, mund të jetë Italia, më pas vazhdojmë në Francë, vazhdojmë në Turqi. Ndërkohë, analisti Mentor Nazarko e cilëson këtë ekspozit si një rikujtesë të gazetarisë në kontrast me teknologjinë e sotme. Ne me Tim Vlla kemi bërë gazetë në fillim viteve 90. Ishte fundi i teknologjisë së plumbit. Pastaj ishte teknologji digjitale, por këto më duken më të bukura se sa ato gazeta që kemi bërë ne tek kombinati poligrafik. Kanë më shumë emocion, kanë më shumë energji kombëtare. Ekspozita Kujtesa e shtypur përfshin tituj të rëndësishëm të shtypit shqiptar si Flamuri i Arbrit, Albania, Drita e shumë të tjera, duke sjellë një pasqyrë të mediave shqiptare deri në fund të luftës së dytë botërore. Historia e shtypit shqiptar nis që në vitin 1848 me botimin e gazetës L'Albanese d'Italia nga Jeronim de Rada, duke vijuar më pas me qindra organe shtypit të botuara brenda dhe jashtë vendit.